وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. Vëllezër musliman, falenderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat dhe selam mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët rrasojnë dhe shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër të nderuar, themi se gjithmonë dini Islam, gjithmonë kjo fe e pastërt dhe e çmuar dhe e lartë e Allahut të madhruar ka pasur armiq të cilët kanë tentuar në mënyra dhe metoda të ndryshme ta shuajnë dritën e Allahut Azza wa Jall, ta luftojnë Islamin dhe ata të cilët e përçafojnë këtë nuri dhe këtë dritë, të luftojnë edhe pjesëmarrësit edhe antarët e këtij dini, edhe miqtë e Islamit, edhe ata të cilët e përçafojnë këtë din, janë munduar çdo herë dhe janë duke u munduar dhe do të mundohen, sepse si duket është ligj i Allahut të madhruar që të ketë miq dhe armiq, të ketë njerëz të drejtë dhe të shtrembët, të ketë njerëz të cilët e dojnë Allahun dhe njerëz të cilët e urrejnë Allahun e madhruar, të ketë miq të Allahut dhe miq të shejtanit të mallkuar. Po vëllezër musliman, edhe shoqëria jon ku jemi ne sot nuk është duke shpëtuar, dhe kurse si nuk ka shpëtuar edhe më herët prej armiqve të mëdhenj, të cilët kanë tentuar dhe janë përpjekur në metoda dhe mënyra të shumta për ta luftuar dinin e Allahut Azza wa Jall, për ta shuajtur këtë nuri dhe këtë dritë e cila ka ardhur me rahmetin dhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall edhe në këtë trojë dhe në këtë pjesë të kësaj bote, dhe fal Allahut të madhruar i cili na ka ndriçuar zemrat tona me këtë nuri dhe me këtë dritë, ne gjithë herë dhe çdo herë e falenderojmë të madhin Allah për Islam, e falenderojmë Allahun për iman, e falenderojmë Allahun për Kur'an, e falenderojmë Allahun për këtë nurë dhe për këtë dritë të cilën Allahun e ka dërguar në zemrat tona, dhe nuk kanë arritur ta shuajnë dinin Allahut, armiqtë e Allahut, dhe wallahi nuk do të arrijnë, sepse thjesht këtë din Allah ka garantuar vetë se do ta mbron këtë din, do ta përhap Allahu Azza wa Jall tek lind dhe tek perëndon, këtë din të cilën Allah ka bërë të shejt, të cilin Allahu e don dhe të cilin Allahu e ka marrë me sipër se do ta ruan nga çytjet, nga përpjekjet e armiqve të Allahut të madhruar. Nuk kanë arritur dhe do të arrijnë, por ata që janë duke përpjekur, pasi që nuk kanë arritur ta shuajnë këtë din, janë përpjekur dhe përpjeken që të largojnë muslimanët prej Islamit, të atrubulojnë muslimanëve Islamin, të atrubulojnë dinin e Allahut, të amjegullosin aty në realitetin duke u ahjeshuar dhe zbukuruar kënaqësi të kësaj dynjaje, epshet e kësaj dynjaje, të mirat e kësaj dynjaje. Dhe mjerisht më së shumti janë përqendruar në rinin ton, në atë shtresë më të çmuar të shoqërisë, në atë shtresë prej së cilës pret më së shumti shoqëria jon, sikurse çdo shoqëri tjetër në rrezullin toksor. Po vëllezër musliman, përpjekjet janë të shumta për ta lajthitur dhe devijuar shoqërinë tonë, këtë shoqëri të artë dhe të çmuar, të cilën e dojmë shumë,
e grisim shumë, përpiqemi për ta shumë dhe punojmë për ta shumë. Këtë shoqëri të pastërt ta mjegullosin dhe të alargojnë atë, apo të alargojnë atë nga nuri Allahut Azza wa Jalla, të alargojnë atë nga Islami pa e vrejtur ata fare. Metodat janë të shumta, përpjekjet janë të mëdha dhe nuk ka dyshim vëllezër të nderuar se prej metodave të cilat janë duke i ndjekur dhe janë duke pasur sukses pa e mohuar ne, edhe pse kjo fjalë e fundit është shumë me if për neve dhe për të gjithë ata të cilët e dojnë dinin e Allahut, por realiteti është realitet, duhet ta pranojmë. Pra prej metodave të suksesshme të cilat i kanë njekur dhe janë duke njekur janë ekskuzionet dhe mbrëmjet e maturave të cilat i organizojnë ata armiq të Allahut, ata miq të shejtanit, ata armiq të kësaj shoqërie, të këtij populli, të bijve dhe të bijave të veta. Po vëllezër musliman, më të madh është përhapur mas luftës dukuria e ekskuzioneve dhe mbrëmjeve të maturave. Ne vëllezër musliman u adresojmë të ritëve të reja tona, fëmijët e tanë, të cilët janë më të dashurët në rruzullin toksor në zemrat tona. I dojmë më së shumti, e dojmë fëmijën tonë më shumë se vetveten tonë, dhe jemi në gjendje ta flijojmë vetveten tonë për jetën dhe për lumturinë dhe për të mirën e fëmijës tonë. Secili prej neve është në gjendje ta bëjë një gjë të tillë dhe nuk është e çuditur një gjë, sepse Allahu Azza wa Jall na ka hjeshu, na ka bërë të dashur në zemrat tona. Fëmijët e tonë është pasuri e madhe dhe e çmuar për musliman. Institucioneve të arsimit, ne fëmijët e tonë vëllezër u adresojmë të pastër, u adresojmë të edukuar me moral, u adresojmë të urtë, u adresojmë pa mëkate, u adresojmë pa të këqija, ndërsa ata neve pas disa vitesh në thojza edukat, që është edukat e tyre, na i kthejnë ata fëmijë të degeneruar, të shkatruar, na i kthejnë qysh na i kthejnë, qysh po i shohim dhe qysh po ndëgjojmë. Pra nuk është institucion i arsimit, por lirësh thuaj, është institucion i degenerimit, i shkatrimit, i prishjes së moralit. Bëjnë përpjekje të mëdha nëpërmjet këtyre ekskuzioneve dhe mbrëmjeve të maturave, të i degenerojnë dhe të i shkatrojnë rinin tonë. Dhe atëherë vëllezër, nalo dhe mendo dhe analizo se çfarë rezultati pret prej asaj shoqërie, prej asaj gjenerate të re, e cila nesër i merr dyzginat e këtij shteti në dorë, e cila bëhet sunduese, bëhet qeveri, bëhen ata njerëz të cilët marrin vendime për këtë shtet, për këtë vatan, për këtë popull. Çfarë të mire pret ajo shoqëri prej kësaj rinie të degeneruar dhe të shkatruar, ku janë duke quar këtë popull, ku janë duke quar këtë shtet. A thua kështu fitohet pavarësia, a thua kështu fitohet shteti vëllezër musliman dhe ngritet njeriu në një shkallë të lartë. Po vëllezër të nderuar, janë duke na shkatruar rinin tonë në për këtë mbrëmje dhe ekskuzione, brenda dhe jashtë vendit. Çka bëhet në ato? Në të pihet alkoholi, konsumohet droga, bëhet amoralitet zina, prishet amoraliteti vëllezër shkatërrohet dhe bëhet shoqëri e shkatëruar. Edhe ai pak moral që ju kanë mbet motrave tona, edhe ai pak moral që ju kanë mbet të rive tanë, edhe të mundohen t'jafshin dhe t'ja hjekin prej kokave dhe zemrave të rive tanë me këtë mbrëmje të maturave dhe me këtë ekskuzione të organizuara brenda dhe jashtë vendit. Po vëllezër musliman, realiteti është i tillë dhe ne jemi duke parë dhe duke ballafaquar me këtë realitet dhe nuk kemi çare pa përmendur dhe pa diskutuar këtë, se është problem i joni, drejt për së drejt i joni, sepse janë bijtë tonë, bijat tona, vëllezërit dhe motrat tona, dhe ne do të përgjigjemi nesër para Allahut të madhruar se çka kemi bërë për ta nalur këtë dukuri të shëmtuar, për ta luftuar këtë dukuri negative. Do të pyesemi vëllezër nesër para Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët ecin në këtë mëkate, ata të cilët ecin dhe kontribojnë në çrregullimin e shoqërisë, në degenerimin e rinisë, ata janë armiq të Allahut me plot kuptimin e fjalës. Dhe për ta Allahu ka përgatitur një dënim të rëndë. Thot Allahu Azza wa Jall në një prej shumë ajeteve kuranore,
inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah. Ata të cilët kanë dëshirë, përpiqen, kontribojnë më përhap e keqja, të këqijat në shoqëri, në musliman, për ta ka përgatitur Allahu një dënim të randë, të tmerrshëm, të dhimbshëm në dynja dhe në ahiret. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu e din, por ju nuk e dini. E din Allahu azza wa jall kush është mik dhe armik i Allahut. E din Allahu se çfarë niyeti ka njerëzit. E din Allahu azza wa jall se kush ka bë mirë dhe kush ka bë keq. Të gjithë shpërblen në ditën e gjykimit. Po vëllazër musliman, çështja e tyre është e qartë. Ata janë armiqtë e Allahut, nuk mendohen për Allahun, nuk e dojnë Allahun, nuk punojnë për Allahun, por punojnë për shejtanin. Janë miq dhe argatë, dhe punëtorë dhe miq dhe ushtarë të mallkuarit shejtan. Puna e tyre është e kryer, por mbetet puna jonë, e atyre të cilët e dojnë Allahun, atyre të cilët i kanë frikë Allahun, e dojnë Allahun, kanë frikë Allahun dhe ditën e gjykimit, ata të cilët e dojnë xhenetin, ata të cilët e dojnë Islamin. Mbetet puna e tyre, se çka kanë bërë dhe çka bojnë ata, për të ndalur këtë dukuri, për të ndalur bijtë dhe bijat e veta nga këtë ekskuzione dhe mbrëmje të maturave. Thjesht thanë për ta shëruar një plagë të madhe e cila ka përfshi shoqërinë krejt, shoqërinë tonë. Çka bëjnë ata? Ku janë ata? A thua vëllezër musliman, mos po futemi ne në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan. Tre persona, Allahu i madhruar nuk do t'i futen në xhenet kur asnjëherë. Al-aqul walidayhi, ai cili nuk i respekton prindrit e vet, wa ar-rajulatu min an-nisa, dhe ata të cilët i përngjajnë grave bëhen gra. O dejuthu, dhe ai cili pajton me amoralitet dhe marrën familjen e vet, pajton me shku motra dhe gruaja vet dhe vajza vet në përmbramje të tilla, në ekskuzione të tilla, pajton ajo me prish moralin e vet, me dalë veshur dhe zhveshur, me tesha dhe pa tesha, i ka ato tesha për sikur se mos me pasur fare, pajton me këtë gjendje të cilën është bija vet, pajton mos po futet vllazën këtë hadith, e për largon Allahu azza wa jall për i rahmetit e vetë në ditën e gjykimit, e po ja bën haram xhenetin. Atëherë më çka i vyn atina jeta, atëherë më çka i mbetet atina për pas ta shijoj dënimin e Allahut të madhruar. Vëllezër musliman, muslimani krejt veprat e veta e ka farz dhe obligim të domosdoshëm të i paraqes para shariatit të bekuar, të i paraqes para shariatit. A thua shariati është i kënaqur me këtu vepra dhe me këtu punë dhe fjalë tona? A nuk është? Nëse pajton shariati, ne i kryjm atë punë dhe kërkojmë shpërblim nga i madhi Allah. Nëse shariati nuk pajton, i lifton atë punë, ato vepra të gjesta të sjellje, siç është fjala në këtë rast, shkurja në ekskuzione dhe mbrëmje të tilla, e qesimi në peshoj të shariatit. A pajton shariati? Jo, vallahi nuk pajton. Përkundrazi e lufton, atëherë pra ne duhet të largohemi më një herë dhe pa hutuar fare, të largohemi vetë dhe të largojmë bijët dhe bijat tona, të largojmë vëllezërit dhe motrat tona, vëllezër musliman. Mos t'i nxisëm ata, mos t'i përkrahëm ata, mos t'i japëm atyre para për të shkuar, mos t'i japëm leje, vëllezër musliman. Ka mundësi dikush prej nesh thot se nuk po na pyesin, është e vërtetë se ata ndoshta nuk pyesin, dhe ty e të vjen keq më prish me ta, dhe për mos më prish me gru, për mos më prish me bija, për mos më prish me bij, se janë bërë krejt majtista dhe ti kemi të rrugën e Allahut veç, tu kanë bërë krejt kundër edhe ti lëshon pa, shove pa, pra shove dinin, e la dinin, e la farzin e Allahut azza wa jall, e la knatësin e Allahut anash për me fituar knatësin e grus tënde, për me fituar knatësin e bijes tënde dhe birit tënd. Dhe ki dronë Allahun azza wa jall, dhe që të kitë vepër mpeshoj të islamit, dhe mëse fito knatësin e rëbve, duke fituar hidrimin e Allahut azza wa jall. Let hidrohet gruja, let hidrohet bija, let hidrohet biri, por Allahu mës hidrohet. Allahu nuk mu ja hidroj vllazën musliman. Çka vjen mu knatësia rëbve të Zotit, nëse me hidrohet mu Allahu. Çka vjen mu simpatia familjes, nëse humbi simpatin dhe respektin, mëshirën dhe rahmetin,
e Allahut të madhruar. Vëllezër musliman, tutni Allahut azza wa jall, pengoni bijt dhe bijat të juaja, dhe ju djemë të ri dhe vajza të reja, rune se shkone për të bime të tila, rune se shkone për eskuzione dhe mbrëmje të maturave, sa të zbret hidrimi Allahut të madhruar. Atë zbret hidrimi, atë është dro zbret madhkimi Allahut, malkimi dhe hidrimi Allahut, dhe nuk dhvyn më jeta, nuk ja shahajrin jetës tënde, nuk ja shahajrin jetës tënde më kur, as në këtë dënja dhe as në heret, dhe as në heret kur ngjallësh për Allahut të madhruar. Mos lakmo në knacit dhe lezetet e dënjas, se knacit dhe lezetet e dënjas janë në fjalën e Allahut, në dinin e Allahut, në atë që është Allahu i kënaqur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kënaqësia e shejtanit është aty në përvende ku luftohet fjala e Allahut, ku bëhen harame dhe mëkate, ku prishet morali vllazën musliman, ku shkatërrohet shoqëria, fitohet hidhrimi i Allahut dhe pastaj pritet dënimin e Allahut të madhruar. Allahu na i dhëzov dhe drejtohet bijt dhe bija tona. Bëni istikfar vllazën musliman, bëni istikfar të Allahu, kërkoni falje prej Allahut për bijt dhe bija tona, për këtë shoqëri, kërkoni mëshirë nga i madhi Allah për këtë rini, kërkoni udhëzim nga i madhi Allah për këtë rini, këta të ri dhe këtë të reja. Lutnë Allahun azza wa jall me ju udhëzu Allahu, me mëshiru Allahu, para se me zbrit ndonjë dënim i madh nga ana Allahut në këtë dynja, dhe gjithsesi para se me dal para Allahut nesër, e t'ju shi dalim nesër, Allahu të madhruar. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عذابيا الكل يشكو حاله وأنا سأشكو حاليا لا تحسبوا وجدي على ريم الفلا أو غانيا لا تحسبوا وجدي على هذه الحطام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pas falënderojmë Allahun te bareke ve taala dhe dim salavat pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët trasojnë dhe shkojnë rrugës së tyre deri në ditën e gjykimit, themi se atëkum në gjaratën e dersën e kaluar se besimi në Allahun e madhruar është instinkt dhe nevojë e çdo njeriu, pavarësisht a mban diçka të besim a nuk e mban, pavarësisht a paraqitet ai besim në mënyrë të shëndosh, qysh Allahu e dëshiron për robët e vet, apo paraqitet ai besim dhe ai ndjenjë e brendshme për ta njohur krijuesin në mënyrë të gabueshme, qysh ai imponojnë faktorë të jashtëm, që do qoftë nevoja për besim nuk diskutohet për te. Edhe se besimi në Allahun e madhruar nuk mjafton vetëm besim me zemër, por ai duhet të dedikohet apo duhet të zbatohet në vepër, në praktikë, me ibadete, me adhurime që ne i quajmë ato në jetën e përditshme. Edhe tham se adhurimet dhe ibadetet në shqetësim të parë të njeriut, kur të ndëgjon veshin njeriut sift e mendon se është fjala për namaz dhe për zeqat, për lexim të Kuranit dhe ibadete tjera, por këto është e vërtetë se janë ibadete shtylla dhe zemrat e ibadeteve, por ibadete dhe adhurime janë krejt punët e njeriut, nëse me to kërkon njeriu rrugën, kënaqësinë dhe lumturinë, kënaqësinë Allahut te bareke ve taala. Nëse shariati pajton me to, pajton Allahu dhe kërkon prej Allahut shpërblim, krejt bëhen ibadet. Për ata kemi thënë se edhe martesa është ibadet, edhe shkurja në punë është ibadet, adhurim, edhe punë të shtëpia që ai bën ambisja janë ibadet, adhurim, edhe puna në fushë dhe në ardhe në për firma të ndryshme dhe në shteta tje dhe rrugja sigurimit të shtetit dhe krejt janë adhurim, ibadet, adhurim, sepse prej tyre kërkohet kënaqësia te madhe Allah te bareke ve taala.
Dhe se dami dhe dëbia thamë shëndorën Allahu të madhruar. Allahu është ai që bën dëm, Allahu është ai që bën dëbi. Pa desht Allahu s'mund të godet asnjë keqe, pa desht Allahu s'mund të godet asnjë dobi, asnjë herë prije. Dhe ne e madhrojmë Allahun e madhruar. Allahu është i madhruar. E madhruar ne nuk e madhruar. Se Allahu ka qenë ai që është, pa qenë njerëzit fare. Ta e madhruan njerëzit Allahun. Pa ju lutin njerëzit Allahun. Pa ju lut me laqet Allahun. Me laqet e të nkrijuara para njerëzve. Gjatë para njerëzve. Dhe ato kanë lutë Allahun shumë para neve. Dhe lutin Allahun ma mirë se ne. Dhe lutin Allahun ma shumë se ne. Dhe janë me numër ma shumë se ne. Me laqet e Allahut Azza wa Jall. Ato nuk angazhohen me punë të dynjan si kur ne. Por nënstëp dhe pa ndërpërim në adhurim dhe ibadet. Megjithatë, krejta që adhurojnë Allahun, e madhrojnë Allahun, nuk ja shtojnë pasurinë Allahut, as nuk ja pakojnë. Allahu është i madhruar, e madhrum se madhrum krijesat e tina. Allahu është ai që ka qenë dhe ai do të mbetet te bareke wa taala. Dhe muslimani madhrimin Allahun Azza wa Jall lutet dhe ibadetet i shpreh duke zbatuar fjalën e Allahut, duke thënë Allahu Akbar. Allah është më i madh, që ka domethënie shumë të madhe. Allah është më i madh. Pra krejt krijesa tjera, edhe unë që pa them këtë fjalë, si njeri, si musliman, dhe çdo krijesë tjetër është shumë e imt. Është shumë e vogël dhe mbetet më i madhi Allahu i madhruar, mbetet i madh Allahu, i vetëm më i madh dhe më i madhi, krejt tjerë janë më të vogël. Pastaj kemi prej adhurimeve dhe ibadeteve që i dedikohen Allahut, edhe pse thamë janë në përfshin jetën e njeriu të krejt, i kemi adhurime për ibadetet të cilat janë veç për Allahun. Për që tërkën ju, vetëm Allahut i dedikohen dhe vetëm atij guxojmë i dedikohen. Ne falemi dhe s'falemi për askënd vetëm për Allahun. Ne bim istikfar dhe nuk bim për askënd, vetëm Allahut i bim istikfar. Ne agjerojmë dhe nuk agjerojmë për askënd, vetëm për Allah. Ne bojmë dua dhe lutje dhe vetëm Allahut i bojmë dua dhe lutje. Vetëm Allahut i drejtohemi. Ka ibadete që i drejtohen vetëm Allahut. Dua, lutje. Krijimi të duaja dhe të lutja, më ndal pak ma gjem për te. Është të vërtetë se njeriu i lutet vetëm Allahut. Dua. Në aspektin gjithësor, dua në gjuhën arabe dhe më thonë me thirr Allahun. Një drejtu Allahut, një lutë Allahut. Njeriu ka të drejtë me thirrë edhe njeriun. Një drejtu njeriut, me kërku për njeriut diçka që ai mund të ndihmon këtina. Me kërku për ti diçka që njeriu mund të ndihmoj. Por në kontekstin e duas dhe lutjes, që shibohet Allahut, njeriut nuk i bëhet. Sepse kur i drejtohesh Allahut me dua dhe me lutje, kërkon prej tina me të vanë diçka që sot tak njeri. Kërkon prej tina me të shërupin ndonjë smundje diçkafi, çka nuk ka dorë të kërkuj, vetëm dorë të Allahut. Kërkon me të thujë diçka që vetë ai ka dorë të çdo gjë është dorë të Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye, kur na rrokni, kur na godet neve ndonjë smundje, për shembull, ne shkojmë të trokasim derën e mjekut. Trokasim derën e mjekut dhe thrasim mjekin me na mjeku, por jo me na shuru. Dhe nuk i bojmë dua mjekut. Po mjekun e informojmë për smundjet që e kemi dhe prej tij na kërkojmë me na e përshkruaj barnin. Me na dhon diagnozën e jo me na shëru. Nuk na shëron mjeku. Na shëron Allah. Dhe këtu është një behane dhe drejtje madhe tek ne muslimanët shqiptar, ku themi se më shërej mjeku. Filan mjeku më shërej mua. Këta me bo me thonë me zemër, të kushton shtrejt shumë të Zoti. Me bo me thonë me zemër, të kushton shtrejt shumë të Allah. Se fjallë shumë ranë. Po përderi sa njerëzit e thojnë pa qëllim të keq, inshallah Allah nuk e shë për të madhe. Nuk e zënë me thonë njeri më shërej filani. Nuk të shëran në skush. Të shëran Allah. Shërimi në dorë të Allahut, Allah nuk në dorë të mjekut. Mjeku se në shëran vetë vetën e vetë. Mjeku mundohet ta mjekoj.
Të jep do një barmë dhe ilaç i dedikohet asaj smundje. S'ka çka bën më shumë kur gjithë Zotit. E vetë smundet prapë edhe ai më bëj doa bara me ty. Të thënë se bën mjeku. Për atë arsye do të mundu me largu këtë shprehje prej gojës tonë dhe mendjes tonë. Jo me thonë më shërej mjeku, për mjeku o mjekoj. O mjekova të mjeku o më shërej Allah, alhamdulillah. O mjekova të filani, apo në filan spitalin o mjekova. Dhe më shërej Allahu. Allahu të shëran. Thamë dame dhe dëbija ndorë të Allahu të zëvëgjë. Për atë arsye Ibrahimi alayhi salam, Rabbi Allahu, dhe s'ka mundësi Ibrahimi se ka bime i bojë që i bojnë ana. S'ka mundësi. Ibrahimi ka thënë wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur të smuhem, gjithat aty në farë qafira, për të me të regu që qa keni ju dëbi për këtyne idhujve, idoleve që adhorani jo. Unë për të regoj thëtë se ndorë të Allahot është shqimet me hamara ajat me pi, dhe për i tyre gjera për i cek thëtë dhe kur të smuhem, ajo më shëran. Allahu më shëran. Nuk më shëran mjeku as barnat. Barnat bëhen sebeb dhe shkak më shëru. Allahu është ai që shëron. Po pra. Edhe ne do të themi se Allahu na shëron, ndërsa mjeku vetëm na mjekon dhe as gjatë tjetër. Pra, do të më mundu kë shprehje me hjek prej gojës tonë dhe mendjes tonë. Jo, unë shëroj mjeku, por unë mjekoj, se na kushton shtrajt të Zotit. Është gjëna. Që shërimin pjaqet dikuj tjetër që s'ka në dorë kur gjë. Që shbëhen të epëm, sikur se me thonë për me falë gjënahat filani. Që shti falë gjënahat filani. Allahu t'i falë gjënahat. Mosë më bërë mu istikfarë. Allahu të bërë istikfarë. Mosë më bërë mu doa. Allahu të bërë një doa. Unë e kam bërë që me të ndihmu. Dhe unë jem kërje se dëptë si kur ti. S'kam dorë as hajra as sharë për vetë vetën tim as për kërkën, pa deshtë madhe Allah. Pra jemi të barabartë. Mësë më ngarko, për thujë Allahu më shëran, ndërsa mjeko o mjekon. Pra doa dhe lutje bëj Allahu. Në aspektin gjësor unë i bëj doa, lutje thras. Edhe mjeko dhe kërkëj prej tina më mjeku, por jo më shëru. Kërkëj prej Allahut më shëru, në përmjet sebepeve dhe shkaqeve që i kalan Allahu i madhru. Pra doa i bëjmë Allahut, nuk i bëjmë njerëzve, në veç janë ti të vdekurve, Zotë më së dhashtë. Nuk i bëjmë doa. Doa i bëjmë atina që ndorë tina çdo gjë. Se thamë ka prej ibadeteve që i dedikohen vetëm Allahut të madhruar dhe as kujt tjetër kur për jetë. S'ka mundësi se na kushtojnë shtrejt me të ka mundësi me dalë për dinit krejt. Pastaj, thamë se ibadete adhurimi e ka zemrën apo shpirtin dhe trupin. Dhe shpirti tina është imani dhe besimi. Ndërsa trupi tia në veprat të cilat kryhen se ibadet se adhurim që e kryhen. Çka është qëllimi e ibadetit, adhurimit? Veç më lodh, veç më na pa njerëzit se po falum, veç më tregu njerëzit se po japë djathtas dhe majtas, për çka? Njerëzit bojnë punë të mira, musliman dhe jo musliman. Bojnë punë të mira, njerëz të mirë dhe njerëz të këqij. Zbëhet të boni punë të mira ndonjëherë në jetën e vet. Spaku fëmijës vetë më avon me hamër dhe pini ka fshat goje. E në këtë zullumçari më i madh të dunjës. Po zbën të boni punë të mira. Së shkrijes e tillaj, zbën të bos, s'mund të jetoj. Firauni mallkuar armik i madh i Allahut. Megjithatë ai ka ushqyer, njerëzit kanë hangër, kanë pi, gruaja vetë tjerë që kanë qenë në pallatin e tij, s'mund të themi se s'ka bën mirë jetën e vet kurrë. Po punët e tina, se qafer më i madh për të mëdhej në këtë dunja, a janë ibadete? Dhe të njëjtat punë i bën edhe muslimanit të dhon, po ne punë punë të tjera më shumë se ai për Allah. Çka është qëllimi i ibadetit? Mora dhe më çunë sejdë dhe në ruku. Qëllimi i ibadetit, adhurimit është që punën të cilën e bën muslimani me kërkuar kënaqësinë e të madhet Allah. Definicioni thjesht dhe i shkurt me majt mend. Qëllimi i adhurimit, ibadetit është puna e cila bëhet të jetë për Allahun dhe të kërkohet prej Allahut kënaqësi.
edhe shpërblim prej Allahut të madhëruar. Kaq. Dhe ne atë e quajmë sinqeritet, ikhlas jo gjuhën arabe. Me pas sinqeritet, me pas punën për Allah. Pra në jetën me pas më afru të Zotit me atë punë. Jo të tërkush. Nuk falet muslimani me thonë njerë se burri mirë dhe meriton me ka një pari jone, se falet pas helditje. Nuk falet muslimani për pare, për rrugë. Nuk falet. Nuk falet muslimani me lavdru dhe madhru njerëz dhe më ngrit dhe një pozit autoritet. Nuk agjeron muslimani për me thonë njerëz se burri mirë pa agjeron, apo pa agjeroj për me hub, me maj djetë me hub pesh. Nuk jepi zeqat dhe sadaka dhe limosh fukaras dhe jetimave dhe atyre që kanë nevoj për me thonë njerëz se pilani është në listën e parat që ka dha më shumë ti. Nuk e bëjat punën për atë. Asgjë shprehje. Nuk shkëjon në luft për me thonë njerëz se filani është trim. Zoti më sa dash, s'u vjen me thonë njerëz se filani është trim. Nuk u vjen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kanë pyet kur fjallat e lufta. Ka thonë ja Rasulullah, ka prej njerëzve të cilët luftojnë për me mbrojt kabilën e vetë. Mirë keq, a i dërzët kabilës vetë, fisit vetë. Ka njerëz të cilët luftojnë për emën, me thonë filani o trim. Ka njerëz të cilët luftojnë për interesat e kësaj dunjaje, për me marë pozit, me marë pasunime, për qëllimet e tjera. Cila është prej tyre në rrugë të Allahut? Cila numërohet ibadet ja Rasulullah? Thot men qatele li takuna kalimetullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Ai cili lufton që fjala e Allahut me qenë më e larta, ai është fi sabilillah. Çaj është ibadet edhe zemra ibadeteve. Tjera të lloje nuk hyn te Allahu. Ja. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka cek një hadith të tillë që tregon qëllimin e ibadetit, e që është shtyllë dhe kryesore bazë e dinit, dhe ka thënë se puna e njeriu apo vepra është përbërësi mbas niyetit. Kush shpërngullet bën hijret, ka thënë bën hijret sepse muslimanët kanë bërë hijret prej Mekës në Medinë. Këtë muslimanët. Pra kanë bërë punë të madhe në sytë njerëzve. A thu krejt? Pejgamberi nuk përdem me cik. A krejt a pak. Po përthët, a i cile ka bo hijretin për Allahun. Hijreti ti shpërngula e nëmrohet për Allahun. E kalon vatan, e kalon pasurin, e familjen, e kalon pëshin, e kalon jetën e vatan, vend, lindjen e vetë. Për Allahun. I shënohet të Allahun. Kush e bën atë për dynja, apo për ndonjë grua me martu, se një sahabi pas ka shku në Medinë, se një gru që ka deshtaj, ajo ka bo hijret. Ka thonë, atë që këmë shku ku, që këna edhe këmë shku për minjek për masa ta, se s'mi ripa të one. Pra se ka pas për Allahun, e ka pas për gru, edhe hijreti ti nëmrohet për gru, dhe t'ja këthën gruja shpërblimin të Zotit nuk ka. Në shef? Puna bëhet për Allahun. Ne nuk falemi për sy e faqe, po falemi për Allahun. Ka njerëz të cilët quhet herë për shembull në mëngjes, që janë shumë vëllezër dhe motra në shkojnë punë, edhe pa hangër pa pi shkojnë në punë, dhe angazhohet me punë tan ditën deri në perëndim diell nuk shtyngoj kur gjë. Çi ky person e ka krye të njëjtat vepra që kryen xhirusi, njëjtat i ka bën. Atje në Ramazan apo në xhirim dohet me najt pa hangër dhe pa pi, prej para se me hyj agimi e deri në perëndim diellit. Këtë njëjtë gjë ka bën. Ky pe pramët biles ka hangër. Deri në perëndim diellit. A quhet xhirim? Jo, se ka bën jetë për Allahun azza wa jall. Ose dikush atje man diet ose man grevurie dhe nuk han një javë, ka pak han natë sa për mos me dek apo japin ndonjë fuzion. Ditës ka shtingoj kurrë. Ai nëmrohet për Allahun, nuk i nëmrohet për Allahun, sepse se ka për Zotin. Pra, ata që kanë ndonë adetin prej ibadetit. Adet dhe ibadet është njeti. Për çka e ke bën jetë? Çka ta ndonë jetin për ibadetit? Dhe kjo më rëndësi vëllazë. Për atë arsye ne themi çdo punë të mirë muslimane bën jetë. Njetin e ka për Allah.
Edhe kur të martohet, si tham, jetën e bën për me rujt vetën e vet prej haramit, dhe atë motër muslimane me rujt prej haramit. Edhe kur qohet me ngjez me shku në punë atje, shkon për me mbrojt vetën e vet prej haramit, prej fukarallokut, mos filan fëmijën e vet me shku me shtri dorën apo më detyru ndoshta me vjedhë. Ibadet për Allahun e bën, dallim i adeti prej ibadetit, adet tradit prej ibadetit, dallim do të pas. Në mënyrë që më pranu të i madhe Allah dhe më na shpërblyj Allahu te bareke ve taala. Pastaj përpas që muslimani lutet vetëm Allahut, e madhron Allahun dhe bën punën për Allahun azza wa jalla. Për atë arsye ne themi jeta e muslimanit është për Zotin krejt. O vëlla, nuk du me bu për sy e faqe as për ty, kur fa punë heq. Krejt jetën tëmë du ta bëj për Allahun. E pastaj am lavdroj njerëzit, am shpërblej njerëzit, am mallkoj njerëzit, am dënoj njerëzit. Nuk është më rëndësi primare ajo. Nuk është kusht, sepse nuk është kusht njeriu me kuptue krejt dhe çdo herë qëllimin dhe njetin tënë që kitin zemër. Nuk ka kusht. Për atë arsye sa prej njerëzve të mirë që kanë pas një jetin e mirë dhe punë të mira, po në syet njerëzve janë notuar keq, njerëzit i kanë mallkuar dhe kanë poshtruar, ndërsa ata të Allah janë nalt në xhenet atje. Dhe në të kundërtën, sa prej njerëzve kanë bos në sy e faqe punë të mira, po të Allah janë punë të këqija shumë, dhe njerëzit mendojnë se ai është shumë nalt dhe të Allah është shumë poshtë në xhenem. Se ka bërë për Allahun. Thamë dhe Firauni ka bo punë të mira ndoshta ndonjëherë diçka, por se ka bo për Allahun dhe s'ka shpërblim. Njëherë një gru Aisha, gruaja e pejgamberit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njeri që ka vdek, thot ja Rasulullah, filani ka bo punë të mira shumë. Shumë punë të mira ka bo. U ka dhënë njerëzve me hangër, u ka dhënë njerëzve me pi. U ka ndihmuar njerëzve kur kanë qenë në zor. Ka liru rab, punë të mira sa dushta se kohë ka bërë që ka pas mundësi. Kohë ka venin ai. Pra, pse nuk është shpërblen Zoti, a thua, është shpërblen Zoti për ato të mira? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë ai në xhenem. Pse ja Rasulullah? Ka thonë sepse në jetën e vet, s'ka thonë Rabbi gfirli khati'ati yawm ad-din, kur s'ka thonë o Zot, më fal mëkatet e mia në ditën e gjykimit. La ilaha illallah. Pra nuk ka kërku shpërblim prej Allahut. Nuk e ka pas synim shpëtimin ditë gjykimit, po ka pas synim interes të dunjas. Po. Interes të dunjas. Sa njeriu jetë dhe me këtë lidhni atë se kjo është tim shumë e gjanë, për nuk do të gjënohemi, mja dhanë me lanë tim veçantë. Sa njeriu edhe tek ne jetë dhe kontribon. Pra sa dhe ju musliman, se muslimani inshallah ka për Allahun. Dhe ai që nuk e njeh Islamin, u thot juve, pse Nikola Tesla mos më shku në xhenet? Ose ta përmana për filozofët që të ranë e farë në farë kudiu në farë mirë atje, në farë human gazeta. Dhe në mjetë të përmimit, pse ai mos më shku në xhenet? Thot kurse ai ka bo mirë. Ai ka bo mirë si tuti nuk e njeh bazat e Islamit. Kush me qenë në xhenet tregon ti mua atë? Ti tregon kush me qenë në xhenet. Ti mos e thua ai që do të më shkon në xhenet, më trego kush me qenë në xhenet. Kush është ai që ta vjen me shkon në xhenet? Zoti, Allahu, sepse xheneti është i Allahut. Po mirë, çish me qenë Allahu në xhenet kurse ai nuk ka dësht të Zoti me qenë në xhenet. Ai nuk dën me qenë Zoti në xhenet. Ai s'ka lip njët vetë për Zoti me qenë në xhenet. Ai s'ka lip për Allah është problem, ai ka lip për njerëz është problem. S'ka lip i Zotit për njerëzve, dhe njerëzit i kanë dhënë në shpërblim, dhe ja përmenum ne ato, dhe shumë të tjerë përmenum që kanë vdekur me shekuj, në ata i përmenum, se kanë luftuar për emën, s'kan luftuar për din, s'kan dhënë njerëz dhe kontribuat për Allahun për ditë gjykimit në gjinda atje. Pra, ka qenë primarët e ta lavdata në këtë dynja. Pra të arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam, lidhe me këtë prapë thomështim shumë e gjatë, ka thonë se në ditën e gjykimit 3 vetë me të cilët hapet xhenemi sefte, 3 në prej tyre që kemë të luftra atje. Ai lufton për një prej shkaqeve që i cekëm cëllën do.
Dhe Allahu i pyet se çka bën ti me trimnin që ta dashon edhe fuqinë që ta dash. Thot luftova Zoti im rrugën tënde. Thot Kur'an. Po ke luftu me thanë njerëz se je trim dhe është fam. Ki pra interesën neve tash, është fam. Pra ke luftu për lavdat, për emën, për grad, dhe është fam. Je kënu me që te li 50 vjet atje që ke bën namin. Atje të ka dhënë shpërblimi, këtu shpërblim nuk ka. Të rriqet zhava që kanë gjenem Allah në rujt. Po, të janë fjalë pejgamberit alayhi salam. Janë tranda, po është realitet fjala pejgamberit të hak. Edhe vjen hoxha, edhe vjen ai që lexon Kur'an. Edhe ai Allah i thot çka bën ti me dijen që ta dhash, me ilmin që ta dhash. Se Zoti të ka dhënë dijen, po ta dha Zoti s'e merr. Me zyrën e bukur ta dhash, çka bën? Po të Zot lexova Kur'anin dhe shpërhapa dijen, ilmin për ty. Thot Kur'an. Jo për mua, po më thon njerëz se filani është lexuesi mirë i Kur'anit, filani është hoxh, filani është orator, filani Allah fazani madh dhe është fan për mua se ke bua ato. Tërhiqet e zhagazi shkon xhehenam. Edhe vjen ai i cili jep pasuni, jep ka 20-30.000 euro për shoqatat krishterët që farve të cilat ta liftojnë Islamin dhe t'i bujnë krishter betit të 10.000. Edhe thot, mendon se ka sevap të Zotit, mendon se ka bëu punë të mirë, e ka dhënë për emën. Edhe atë vetë Zoti nesër ditë kiametit, çka bën ti me pasurinë që ta dhash on? Le të thot ditë kiametit s'ma ke dhënë ti pasurinë po në konfitur, le të thot. Atë nuk ngozëm me thonë ashtu. Po thotë Zoti në për ty e dhash pasurinë. Dhe thuhet Kur'an, se ka dhënë për më, ka dhënë me thonë njerëzit i pasur, edhe është famë, është përmend, ka shkruar gazeta, televizionet, mediat, tërhiqet zhagazi në xhehenem. Pra çka do të thotë kjo? Se kanë pasur niyetin për Allahun. S'ka pas sinqeritet për Zotin se kanë pas. E kanë pas për dynja. Po vëllazë. Pastaj për pas këtyne parimeve që janë bazat e dinit forta, ne këtu do të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Ne edhe dashurinë që e kemi për Allahun. Ne e dojmë Allahun, po i dojmë edhe njerëzit. E dojmë gruan, e dojmë babën, nanën, e dojmë vatanin, i dojmë të mirat e kësaj dynjaje. Ka njeri i cili e don gruan e vet, veçanti pa martuar, kur martohen vjen të hub dashuria ka pak të ra. E don gruan e vet, apo të dashën e vet që quajnë ashtu sa që dashuria e tij nganjëherë hipja nxan menën dashurisë Allahut. E don më shumë se sa Allahu. Udhur billah, është shumë e çmuar. Megjithatë, çaja dashuri që e don çat person, që është mashkulli, femra mashkulli, mrrin shkallë të lartë. Me po me godit çat femën një smundje. Një marrë Zotin janë në sy, një paralizu janë në dorë, një prisha qilë kura e ftyrës në një smundje. A nuk ikë prej sajnë atash? Po të e the du ma shumë të këtë dynja. Pse po ikë? Se dashuria ndaj krijesave ka kufe dhe nuk vazhdon gjithë. Ndërsa dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall është punë ibadete adhurimit dhe njeriu veç vjen të ju shtu dashuria ndaj Allahut, jo të ju pakur. Deri në vdekje, me dashuri të Allahut jeton dhe plakë dhe vdes. Edhe frika në të kundërtën. Njeri i frigohet krijesave të kësaj dynjaje, i frigohet shtazve të egra, i frigohet njeriu armikut. Po frika ndaj armikut, ndaj shtazve të egra, vazhdon vetëm sa është para tyne. Si të më shjetë etik, s'ka më frikë, po t'jemi sigur tash. S'ka në evitu të armikut, sepse jemi në vend sigur. Hupi frika, diçka që apatë në zemër, o largu. Frika ndaj Allahut nuk është të tillë. Frika ndaj Allahut përcjell deri në varr muslimanin. Pastaj, frika dhe dashuria janë dy elemente, nëse mund shprehemi kështu, që duhet mi bashku muslimani. Me dashur Allahun dhe me frigu Allahun. Por frika Allahut nuk gëzon me qenë atill që me çon njeriu në monotonizëm e bobo monoton. Jo. Por friga Allahut reflektohet në jetën e tij, duke u larguar harameve dhe ndalesave të Allahut. Ajo friga Allahut. Pse s'bëj haram, as makana s'mund ta mohoj. Mu makana haramin sikur se ty. Po mu friga ndaj Allahut të ndal, është perë dhe barrikad muri, s'moj, nuk mund shtrihet dora jam me kap haramin, Allah. Wallahi për të s'makana në shta para te e marë.
Po friga ndaj Allahut nuk guxoj me shtri dorën në mall të vllaut. Nuk guxoj kamën tëm me çun haram. Jo që s'ma kam, as guxoj. Friga Allahut ma bën ato. Vazhdon me mu gjithë. Dhe dashuria ndaj Allahut të bën mu që me i krye me vullnet punë të Allahut. Urdhrat e Allahut, urdhrat e pejgamberit, me pasuat pejgamber. Për atë arsye pejgamberi Allah azza wa jalla ka thënë: "Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah." Thuaj ti o Muhammed, nëse dëni Allah, pra nëse keni dashuri ndaj Allahut, më pasani mua, ju dëni ju Allahut. Dashurinë Allah s'mund e fiton pa e pasu Allah me pejgamberin alayhi salam. Kjo është dashuria muslimane ndaj Allahut. Është ibadet, edhe zemra e ibadetit. Pra ne dojmë Allahun. Dhe dashuria Allahut na bën neve me kry farzet e Allahut dhe mu kënaq të kry farzet e Allahut. Për atë arsye agjëroj muin Ramazan, që është pe ibadeteve më të rënda, më të vështira, po nim kënaqësi të madhe, pe dashurisë që kem ndaj Allahut. Bojmë sabër ndaj kënaqësive të kësaj dynjaje, po për dashurinë që kem ndaj Allahut azza wa jall, nim kënaqësi. Edhe ati largohen për harameve, krej shëshnia jonë, audhu billahi, ndoshta bin haram, one nuk e bëj atohe. One nuk jam krijesë biologjike si ata. A nuk e kam edhe në nefsin, sikur njerëzit që e dën të keqen, e dën haramin, e dën mallin pa njerëz, e dën korrupsionin, e dën sanet e lehta. Edhe ne jam i krijuar si ata, por friga ndaj Allahut më ndalë mu me bua të mëkate. Pra adhurojmë ne Allahun e madhruar, duke ju lutur Allahut, duke e dashur Allahun, dhe duke pas friga Allahut të madhrum të bareke wa ta'ala. Për Allah e musliman, sepse jemi krijesa të dëpta, wallahi, jemi të dëpta, dhe si jemi kur gjanë. Ne nuk jemi kur gjanë, dhe sët jemi dhe nesër nuk jemi asnja. Sët jemi qka jemi, dhe kush jemi qëto, nesër si jemi asnja heq. Dhe dhim të tjere, e nuk e dhima dhima të mira, më të këqisa është më rëndësi për neve, po për neve është më rëndësi, na më pregadit për ditën e gjykimit, sepse Allah i madhruar, për pas që na pyet për punë ditën e gjykimit, na pyet edhe punë për çka i ke ba filan. Na pyet për punë, po edhe punë për çka i ke ba, e të pregaditemi për çat ditë kur dalim para Allahut. Allah na lehtësoft ya Rabbel Alamin, na lehtësoft dhe na forcoft kam tona, dhe na forcoft gjymtyr tona më përgjigj para Allahut azza wa jall, të gojtë tona me thon hakun, na forcoft natën e vorrit, dhe na forcoft kur të ngjallemi para Allahut, dhe na forcoft kam kur ta kalojmë siratin, kur tipëm mia tur siratit, dhe na mësoft Allah në futën xhenet të gjithë ya Rabbel Alamin. Qysh jemi pa prashtem, Allah na fal gjunahet të mëdha të vogla, gjunahet që i dim dhe që nuk i dim. Allah na fal prindët tonë dhe stërgjyshtë tonë dhe këtë musliman që kanë vdekur. Allah na udhëzoft neve, e na udhëzoft gratë tonë dhe fëmijët tonë dhe nipat tonë dhe rinin tonë me çanti. Allah udhëzoft këtë ummet dhe Allah udhëzoft këtë njerëzimin. Allah shtoft rahmet dhe mëshirë ne dhe njerëzimin përgjithësi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.